Ka ndronë kurthin në zotit kurti. Kurtha e dyfisht. Kurtha e parë kandidatja e cila nuk siguron konsensualitet me kandidatën. Do ta diskutoj pak edhe punën e kandidatës. Do japim mendimin tim. Unë jam në kryetari i Aleancës për Armiqin e Kosovës, por nuk jam në kuvend. Dhe duke qenë se nuk jam në kuvend, do të mund e shoh, menoj që e shoh me një sy të arsyeshëm të veprimit për me dalë prej kësaj situate. Kurtha e dyfisht është shumë e thjeshtë. Është një kurth, pjesa e kurtha e parë vjen prej zotit Kurti, i cili në mungesë të shumicës parlamentare, do të thotë po e mban Kosovën në një debat të interpretimit juridik, të interpretimit kushtetues dhe synon që ta dërgon këtë problem, këtë çështje që s'është çështje problematike, në prapë në interpretim kushtetues, në mënyrë që ta blen një kohë të caktuar, nuk e 2 muaj, 1 muaj, 2 muaj, kush e di për sa e trajton, dhe pastaj thotë se nuk po muj me bo qeverin. Kurtha e parë, zotë Kurti, kurtha e dytë? Kurtha e dytë është kurtha që ka ra vetë opozita. Të 3 partitë politike, shiqani. Partia Demokratike e Kosovës, e cila e pat një deklarat, një deklarat si reflektim ndaj deklaratës Zotit Abdizhiku, do të flet e len hapur. Do më thënë, qëka do në opozita? Opozita sot nuk ka qëndrim të përbashkët. Qëndrimi ynë i Aleancës, edhe i PDK-s, edhe i LDK-s, ishtë dashtë me qenë qeveria opozitës. Këtë ras, qëndrimi i PDK-s, ishtë dashtë me qenë qeveria e Bedri Homzës. Do më na luftojmë që me u konstituu kuvendi, dhe në momentin kur dalim në konstituim qeveris, zoti Kurti nuk i ka numrat, dhe ne e marim dhe ne e themelojmë qeverin që në këtë rast është qeveria e udhëhequr nga zoti Homza. Do të thotë, e dyta, dalim tek LDK-ja. LDK-ja ka bërë qëndrimin e vetë shumë qartë. Qëndrimi ka qenë që ne nuk dojmë me mbështet, neve qytetari Kosovës na i ka dhonë, kaso na i ka dhonë, dhe dojmë me najtë në opozitë. Pra është deklaru që nuk dënë qeverit opozitës. Pra, duke e pas këtë deklarim, pas ta e ndroj, tha, duhet një qeveri e tranzicionit. Konsensuale. Një qeveri konsensuale, me të gjithë. Për çka? Falë. Kjo që koncepti i tranzicionit, një qeveri kalimtare, ka pas kuptim, nuk diat kujtuhet, ka qenë në 2 vitin 2000, ka qenë një trup që është quajtur Kosovo Transitional Authority. Pramnu me njerë mas lufte. Nuk kemi luft, nuk ka tërmet, nuk ka bashkim fimin, në rastin e Shqipni, mas 97 së shbo bashkim fina, por nuk kemi në atë situatë. Ne duhet të kemi qëndrimet sakte. Kurtha e dytë e opozitës, ku është ra në kurthën e vetë, duke pas qëndrimet ndryshme, se opozita nuk është e bashkume. Dhe Aleanca, që ka bëri sot? Ne bëm një hap të me u mundu me një farforin me dalë prej këkaj situate. Ju drejtuar gjykatës kushtetuese, kemi nalë të kjo pjesë e veçantë. E thatë 2 kurtha, kurth e dyfisht. Dëmonë nuk për hani mundësin që keni rane kurthën me zotit Kurti. Saj nuk po do me bos qeverin. Pse nuk po do me bos qeverin zotit Kurti? Shumë është e thjeshtë. Zotit Kurti edhe ai vetë dënë me pas një qeveri me numra më të mëdhenj. Sikurse që partitë opozitare, ne jemi deklaru qartë, normal që garojnë me qenën pushtet. Dhe për shkak të qëndrimeve shumë statike, që i ka pas edhe zoti Kurti, pastaj i ka pas qëndrime edhe ofenduse, si s'dijet. Me rrethonat për me kriju tash një qeveri, që do t'i kishte 80 deputet, me zgjedh presidentin, jënë gati se të pamundshme. Duke qenë se është kështu, kretëve po ju konvenon dyqysh, që kjo farë situate, do me thonë me ushty. Për shkak se po tisha unë deputet, edhe po tisha unë dikush që kisha me pasën ndikim në opozit, unë para 20 dite, 30 dite, do t'ja votoja cilin do kandidat që t'ma qetë vetëvendosja. Dhe do t'a sjella situatën në kuvend me posa i ka numrat. Për shkak se nuk është e rëndësishme për ne është qeveria. Na kem luftu, ne kem garu me largu këtë qeveri. Dhe për neve është që na disa na po flasim. Kryeministri në zyret vetë, ministrat janë zyret vetë. Për mu, ma problem është fakti
që ministrat janë të ushtru detyrën e vetë qeveri në kabinete, 300-400 vetat lëvizë vetë vendosë janë sot në punë në qeveri, se sa apo zgjedhet një